Dashur miq, sot mbahet dita e dytë e simpoziumit të artit në Rahovec dhe për të diskutuar rreth këtij simpoziumi në linjë direkte kemi organizatorin e këtij simpoziumi Femi Hoxha. Zotri Hoxha, mirëmëngjesi dhe mirë se po takohemi përmes kësaj linje direkte. Mirëmëngjesi, përshëndetje për juve dhe për gjithë televizionistë të Radio Televizionit të Kosovës. Atë nderuar, si shkoi pjesëmarrja dhe interesimi gjatë ditës djeshme në këtë simpozium? Për çdo gjë ishte në rregull, dje kemi filluar pak më ndryshe, ditën e parë u kemi kushtuar artistëve të ri, faktikisht kanë marrë pjesë nxënësit e shkollave fillore dhe nxënësit të shkollave të mesme, pra kemi filluar ndryshe një ditë para mbajtjes së simpoziumit me profesionalistët ndërkombëtar dhe vendor, kemi filluar me nxënësit, dje ishte shumë mirë dhe në fund u hap një ekspozitë. Cilat janë aktivitetet kryesore të planifikuara për ditën e dytë të këtij simpoziumi? Sot kemi paraparë që të mbahet simpoziume ku do të jetë tryezë, ku do të diskutohet për artin bashkëkohor të gjitha shteteve pjesëmarrëse që marrin pjesë. Vlen të përmendet që në këtë simpozium, që është tradicional, marrin pjesë artistë nga Gjermania, Franca, Turqia, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, si dhe Lugina e Preshevës. Ky simpozium mund të vazhdoni lirisht, zotri Hoxha. Më falni, ky simpozium financohet 100% nga Drejtoria për Kulturë, Sport dhe Rini të Komunës Rahovecit. Atëherë, kur jemi tek tema e këtij edicioni, si është përzgjedhur? Ne në Rahovec, janë dy ngjarje kryesore që mund të them që zhvillohen të artit pamor në nivel Kosovës edhe ndërkombëtar, është kolonia artistëve që mbahet në shtator, e cila mbështetet nga Ministria e Kulturës, Sportit dhe Rinisë, ku janë shumë artistë, si dhe kjo e muajit maj, që i kushtohet epopes UÇK-s Rahovecit, do thotë i kushtohet kryesisht qeverimtarëve tonë, ku edhe gjithë ndërkombëtar marrin pjesë dhe janë pjesë e këtij manifestimi. Por çfarë synoni të arrini me këtë simpozium, të themi në nivelin lokal, po ashtu dhe ndërkombëtar? Po këtu përpos diskutimit rreth artit, ata do të pikturojnë, do të krijojnë vepra arti, secili në teknikën e vet, teknologjinë e vet, dhe në fund të dielën në orën 18 do të hapet ekspozita e përbashkët gjithë artistëve pjesëmarrës. Kështu që shfrytëzoj rastin që t'i ftoj gjithë artistët të mbar Kosovës që të dielën të vinë në këtë vend të mrekullueshëm ku është epopeja e UÇK-s Rahovecit në Bjeshk, bëhet i tërë aktiviteti jashtë objekteve, do thotë në pjesën e hapur. Falë Zotit dhe kemi edhe kohën shumë të mirë dhe ju mirëpresim gjithë që të vinë në hapjen e ekspozitës përmbyllëse të këtij simpoziumi të civjetëm. Do thotë, edhe nuk dihet saktësisht se sa artistë do të jenë pjesëmarrës, nga se sa po ftuat dhe ata që janë të interesuar të jenë pjesë e këtij simpoziumi. Jo, unë i ftova gjithë dashësit dhe të jenë prezent që të vizitojnë, të jenë pranishëm po në këtë simpozium. Po, edhe të jenë prezent në hapjen e ekspozitës, ndërsa artistët janë 35 pjesëmarrës. Përpos nxënësit që ishin 23, edhe 35 artistë profesional, cilë do të krijon vepra arti dhe nesër në orën 18 do të bëhet hapja solemne e krijimtarisë së artistëve që cilë kanë krijuar për këto 3 ditë në Rahovec. Po ka ndonjë artist apo pjesëmarrës që ndoshta do tërheqë më shumë vëmendjen? Po, sinqerisht, unë nuk i kisha veçuar se janë 80% profesor universitar të shteteve të ndryshme. Shfrytëzoj rastin ti përshëndes dhe të falenderoj të gjithëve. Problemi është tjetër që kam shumë kërkesa, nuk mundem me i ftu të gjithë për shkak të kufizimit mjeteve materiale dhe pjesës së akomodimit këtu në Rahovec. I falenderoj gjithë janë shumë të mrekullueshëm, edhe shumë i falenderoj që do e lënë nga një vepër arti OEQ-s Art Studio, respektivisht edhe Komunës Rahovecit. Po, cili është dhe ndikimi i këtij simpoziumit, të themi, në promovimin e Rahovecit si një qendër kulturore?
Rahoveci mirë e thatë, tani dhe që është bërë një qendër kulturore të artit pamor kryesisht, jo vetëm artit pamor, ne kemi shumë ngjarje të rëndësishme, është Artfesti, festivali botror i poezisë, mirë, po përmes artit është ndikim shumë i madh. Jo rastisht kemi dalur ne si vjet këndej në Bjeshtë, se dojmë ta promovojmë edhe turizmin rural, që Rahoveci si komunë e ka potenciale shumë të mëdha. Edhe besoj që të gjithë artistët që kanë ardhur nga shtete tjera kanë se çka tregojnë kur të kthehen në shtetin e vet ose në vendin e vet. Çfarë e bën më të veçantë këtë edicion të këtij simpoziumi nga edicionet e kaluara, nga vitet e kaluara? E veçantë është që mbahet në hapësira të hapura. E para dhe e dyta kemi startuar me nxënësit, ku ata do jenë trashëgimtarë tonë dhe jemi duke i stimuluar edhe ata të miren me art sa më shumë për të ardhmen e tyre dhe të ardhmen e Rahovesit dhe të Kosovës. Kur jemi tek suksesi, si e matni suksesin e këtij organizimi, këtij simpoziumi? Suksesi matet në fund me hapjen e ekspozitës dhe aty shifet vlerat se sa është arritur për një kohë shumë të shkurtër, për shembull për 3 ditë, sa është krijuar dhe çfarë realizimet janë bërë nga artistët e ndryshëm botror. Dhe a do të ketë ndonjë formë dokumentimi apo të themi publikimi që do të dalë pas përfundimit të simpoziumit? Gjithsesi se po, ne kemi edhe faqen tonë Art Studio, që është, dhe gjitha aktivitetet gjatë këtyre ditëve do të prezantohen me slajdet dhe filmimet pas përfundimit të kësaj ngjarje madhështore, mund ta them, që mbahet në Kosovë, këtë rast Rahovec. Po, cili është edhe në fakt çfarë mesazhi doni të përçoni tek të rinjt përmes këtij organizimi, zotëri Hoxha? Të rinjt duhet miren me art, arti bashkon njerëzit, arti, krijimtaria artistike pasuron edhe shpirtin, kështu që ky është mesazh që sa më shumë të miren njerëzit me art dhe më pak me politikë. Po, sa ishte vështirë të organizojë edicioni i si vjetëm? Nuk është e lehtë, sinqerisht nuk është e lehtë, duke u bazuar se mjetet janë shumë kufizuar, din që komuna e Rahovecit i ka të limituar edhe subvencione si të gjitha komuna tjera, mirë po megjithatë po ja dalim. Është një ekip i mrekullueshëm, unë jam në cilësinë e kuratorit aty në VCR Studio, VCR Studio ekziston, është themeluar në vitin 2000, ky është edicioni 24. Pra, ne dhe Suareka kemi filluar për herë të parë në Kosovë. Ka rastitur që është provincë, mirë po artistët e mëdhej kanë dalë edhe nga province në krejt botën, kështu që ne me organizimet tona i sugjerojmë edhe qyteteve më të mëdha që të vazhdojnë dhe të organizojnë kësi organizimet. Po kur jemi tek përkraja, zotëri Hoxha, kishit përkraje që të realizoni dhe të organizoni këtë simpozium? Po, kemi përkrahje nga komuna e Rahovecit, kjo është më e kufizuar, ju thash që kolonia artistëve cila mbahet në shtator, aty janë 55 artistë krejt botës, aty na financon Ministria e Kulturës, aty janë mjetet shumë më të mëdha se këtu. Megjithatë, unë shfrytëzoj rastin ta falenderoj edhe komunën e Rahovecit edhe Ministrinë e Kulturës, Sportit dhe Rinis për përkrahjet vazhdueshme që i bën OHS Art Studio dhe artistëve në përgjithësi në mbar Kosovë. Ky simpozium do të zgjasi deri më datë 12 maj, nëse nuk gaboj, apo? Po, me datën 11 hapet ekspozita, vendor do të qëndrojnë atë natë në darkë, do të flenë dhe të nesërmen bëhet përcjellja sole me gjithë artistëve ndërkombëtar që kanë marrë pjesë. A ekspozita është me datën 11 në orën 18. Do thotë, me qenë se munduam që ti përmendim të gjitha ato çfarë ishin më me interes që të thuheshin, zotëri Hoxha, diçka që mbetëm dhe harruam pa e thënë, e që është me rëndësi të thuhet? Edhe njerë po e përsëris, i ftoj të gjithë që të marrin pjesë dhe të shijojnë vepra arte dhe të njoftojnë me artistët botror. Zotëri Hoxha, më falenderoj shumë që gjetët kohë dhe ishit në këtë linjë direkte dhe shumë suksese, dhe që ashtu dhe bët dhe thirrje dhe ne ftojmë të gjithë ata që duan artin të vizitojnë komunën e Rahovecit, nga se kanë shumë shka për të parë. Faleminderit shumë juve, gjithë na keni mbështet, faleminderit RTK-s, faleminderit gjithë të rishikuesve tuaj. Zotëri Hoxha, faleminderit edhe një herë dhe shumë suksese në punën tuaj, të dashur miq që